dokumentat të shkruara shumë. Është i pari në historinë e popullit shqiptar që krijoi protokoll dhe gjithë korrespondencën edhe letrat i ruajti. S'kemi ne përpara Ali Pashës. Si ruajti? Ku ruajti? Krijoi zyrë protokolli, ja ta them. Jo, kur e vranë ka ku ruajti? U morën nga të gjithë fondi dokumentave të tij, turqit që kryen operacionin për vrasjen e tij, po morën kokën, kanë marrë dy gjëra, gjetën bizhuteri e pasuri kështu, dhe dokumentacion. Gjithë dokumentacion. Me sa deve nga Janina në Stamboll? Siç del dokumentacioni është janë 80 deve që ata i 80 deve. Ua. Vetëm me dokumentacion dhe materiale tjera. Edhe mallra dhe kështu gjëra tjera, ashtu. Dhe i gjithë ky dokumentacion është në Stamboll? Ky shkoi në Stamboll. Ka një histori, një ngjarje, prandaj njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm edhe se ka dëgjoj edhe kur flasin. Nuk janë të mijat, janë të atia. Dokumentacioni është arkivor i atij njeriu që ka prodhuar dhe e ka krijuar dhe administruar. Dhe ditë që ndodhin mbasi vajti atje, sigurisht ata e kanë kontrolluar me kujdes, sepse në ato dokumenta ka marrëveshje sekrete të Ali Pashës edhe me fuqitë e tjera. Çka cënonin interesa drejt për drejt portës lart. Po portës lart, tamam. Dhe tamam në këtë kohë ata i kanë mbajtur atje dhe i kanë kontrolluar një për një. Çuditërisht në konfliktin greko-turk, 100 vjet mbas vrasjes Ali Pashës, më 1822 u vra Ali Pasha, 1922, 100 vjet më pas, në periudhën e konfliktit greko-turk, që ata zbuan grekët nga Stambolli, atë qishin ortodoks turqit dhe morën këte qishin muslimani konsideruan për turq, vjen edhe një qytetar, Jani Hoxhi, quhet. Jani? Hoxhi. Ishte një shqiptar i vendosur në Turqi prej kohësh. Dhe çuditërisht ai vjen me 2 baule të mëdha, dhe në ato 2 baule ai ka pasur pjesë të dokumentacionit të arkivit Ali Pashës. Edhe tani unë personalisht, po dhe tjerë, nuk e gjejmë dot këto dokumenta që ishin të fondit të arkivit, i vodhin arkivin e Stambollit, i bleu nga dikush. Domethënë nuk i dim, por fakti është që kjo është një pjesë e dokumentacionit. Se ju keni gjetur në Greqi? Në Greqi, ai mori dhe i depozitoi aty, është përpjekur të përpunojnë, domethënë ti shpjegoj, sepse janë të gjitha, s'kishte makinë shkrimi, të gjitha me dorë, të shkruara, dhe të gjitha këto i kam përkthyer, kuptohet se në Greqi. Nga greqishtja. Sepse ai futi si gjuhë zyrtare për gjithë territoret e peranorisë osmane, ishte osmanishtja. Ky për herë të parë u rebelua dhe vendosi si gjuhë zyrtare shqipja nuk shkruaj, ne dim 100 vjet më pas të shkruar shqipja në Kongresin e Manastirit. Dhe atëherë ky futi greqishten, sepse kishte në teritoret e tij edhe grek. A shkruan, a ka ndonjë shkresë në shqip? Ka fjalë në shqip në ato që kam gjetur unë. Çfarë fjalë për shembull? Për shembull, na pa eci me to gjoksi, të shkoj atje me gjoks, domethënë të dal përpara me gjoks. Fjala vjen ose mora një, po ka gjën Dhe kjo është shkruar në greqisht. Po në Greqi me grama greke aty po është në shqip ajo, është në shqip, po. Po ka dhe gjëra të tjera. Tani një kështu më heq kuriozitetin, të lutem. Po. Ideja kujt ishte kjo kopertinë, se më pëlqen shumë. Këtë kopertinë zakonisht mua më bën një ide. Këtë më ka bërë një nga 3 vajzat. Vajza jote? Është arkitekte. Tha do ta bëj unë këtë, dhe ajo e ka bërë këtë. Po shumë, më pëlqen shumë kjo. Shumë bravo, good ideas, si thonë Amerikanët. Good ideas, po. Shumë e bukur. Shumë e bukur, sepse ti mund të vjetë çdo gjë të Ali Pashës, po kjo që ai ka dokumenta është ajo që vret. Se ne s'dim ku dinim ne që ishte dokumenta Ali Pasha. Po kjo që ka dokumenta është shumë e rëndësishme. Unë kam botuar 4 vëllime nga 800 faqe dokumente. Po. Që njerëzit shpesh gjejnë një dokument dhe gjetajnë dokumentat, aty ka dokumenta pa fond. Dhe kam edhe 3 vëllime të tjera nëse do të kem mosh fizike për të arritur për t'i bërë dhe 3 tjera. Do kesh Irakli Koçollari, se ti po 18 libra në 32 vjet, po. Foto tjetër? Kam një, ja, kjo tani, Ali Pashë korrespondencë me dorëshkrimet Ali Pashë të Pelensë. Ky është vëllimi i parë, po. Po. Ky është rreth 900 faqe afërsisht, ka dokumenta me shumë vlerë. Po. Domethënë aty ka urdhra që jep ky, ka ato që themin ankesa nga populli, ka hallexhin, ka vendime gjykatas, domethënë aty merr, sepse shpesh ne jemi mësuar çfarë thonë rusët për Ali Pashën, çfarë thonë anglezët, por po shqiptarët çfarë thonë për Ali Pashën. Se është ndryshe ne që njehi, ndryshe njëri që vjen nga jashtë, qëndron një vit edhe i jep ato. Sigurisht ato kanë vlerë, por ka shumë vlerë kjo që për herë të parë ne kemi dokumentat shkruara nga dora e shqiptarëve. S'kemi të tjera.
Këto janë parat. Tani ju në libër keni shkruar edhe këtë dhe është një zbulim që Ali Pasha projektoi dhe shtetin e madh shqiptar. Po. Domethënë tani 4 vilajetet. Po. 4 vilajetet. Po. Se kjo është ai ngërçi i madh i historisë së shqiptarëve, që nëse ne do kishim bashkuar 4 vilajete, do ishte Shqipëria etnike, Shqipëria që kishim trojt. Pyetja ime është pse nuk u arrit kjo? Shiko, në një vend, ta them me dy fjalë, sigurisht Ali Pasha nuk i kishte të 4 vilajetet. Kishte vilajetin më të madh në territoret e perandorisë osmane. U bë vilajeti Janin, domethënë Pashalleku Janinës u bë pashalleku më i madh në tërë territoret që shtrihej perandoria osmane. Po ishte pashalleku i Shkodrës, ishte një pashallek shumë i fuqishëm. Ai i manastirit ishin të tjera. Domethënë ai u zgjerua dhe një vend thot tek Ali Pashaida, sepse ka pasur një këshilltar shumë interesant, shumë të kulturuar, shumë, që ishte Haxhi Shereti. Ai thot, shiko, mua drejt për drejt dhe në mënyrë publike Aliu nuk ma ka thënë, por unë e di që ai synon të shkojë deri në Bosnjë. Deri në Bosnjë, Kështu e thot ai. Dhe në fakt, po të shikosh, të mos themi çfarë duam ne, gjithmonë duhet të referuar dokumentacionin. Ka 3 marrëveshje sekrete të Ali Pashës e para me rusët, kur kishte marrëdhënie të mira, dhe është një marrëveshje ndërkombëtare me 9 dispozita ligjore, sigurisht ruan formatin juridik të plot, sepse ka pasur këshilltar ai. Dhe i thot rusëve, unë dua të shkëputem, me thot hapur, nga perandoria osmane, krijoj shtetin tim të pavarur. Ju keni interesat veçanta ndaj grekëve. Deri në Bosnjë lardonte. Po, dhe i thot rusëve kështu, unë dua të shkëputem me këto. Sigurisht unë e di se cila është fuqia e shtetit turk, e perandorisë turke. Prandaj për këtë fazë unë kam nevojë për mbështetjen tuaj. Kjo është politik, në bazë të asaj mbështetje ju do të keni dhe kërkesat tuaja. Dhe unë e di cilat janë kërkesat. Kjo dhe kjo do t'ja plotësoj, por del qartë ideja e shkëputjes që në vitin 1798. Çfarë ironie zoti Koçollari. Pastaj ka një tjetër marrëveshje sekrete me britanikët, që nuk është frizuar, nuk janë marrë ende, që janë në arkivin e Ministrisë së Jashtme britanike, në fund. Po ka gjëra me vlerë aq të madhe. Do të çfarë ironie, ai synonte që shteti shqiptar ta krijonte deri në Bosnjë dhe në fakt Janina, që kishte kryer shtetin e vet, nuk u përfshi fare në shtetin shqiptar. Kjo është ironi e madhe. Foto tjetër. Dhe të them për këto që bisedojmë, po, patjetër. Policia sekrete, se s'ka tani... Tani pyetja ime është... A do të ma lejosh vetëm të them dy gjëra me që i them në Ali Pashës. Shpesh dëgjoj dhe debate që jo është kështu s'është kështu. Do të them një rast konkret. Sepse ne jemi mësuar me ato që na ka thënë gjyshi dhe çfarë kemi krijuar ne një imazh. Ashtu kam pasur dhe unë para se të filloja 40 vjet që punoj me Ali Pashë, me ato që gjej tani dhe tjera që do të nxjerr akoma. Para një 6 vjetësh erdhi Noel Malkol, mi ftuar. Unë kam edhe komunikime të. Dhe mbasi mori pjesë në një aktivitet që bëm në akademi, e kërkuan Noelit për t'i marrë intervista. Nuk pranonte ai, nuk ashtu. I them në fund më erdhën 2 gazetar të Top Channelit e një tjetër. Të lutem se ty të dëgjon na thanin. Tashu nuk e di, tashu do t'i them dot tash. I them Noel, tash jepe një intervistë të shkurtër. Mos që në rokaj, një të shkurtë jepet, të lutem të ashtu. Po mirë, tha më thuaj kuj, i thashun ato dhe i morën ato 2 gazetarë. Po gjithmonë për Ali Pashën, e ka bërë një punë shumë interesante, ka 300 faqe për Ali Pashën. Për mua është nga më të arirat, shkurt, por nga më të arirat. Dhe i tha, roli ti është nga personet më të shquara të shekujve 18-19, në Europë, thotë. E dyta, thotë, është njeriu që luat një rol shumë domethënës, si interlokutor mes fuqive të mëdha për shumë çështje të luftës dhe të paqes. Është një nga mendjet më të ndryshme dhe një nga monarkët më të iluminuar, që për herë të vetme, për të mos thënë nuk gjej të dytë, monark që kërkon dhe ndjes është ky. Kur mbaroi intervista, më takoi në rrugës, janë dy që tani nuk i njoh. Ore, diti që pas ke pasur të drejtë në ato që ke thënë për Ali Pashën, më thënë. Po pse i them? Po dëgjon, domethënë duhet ta thotë një huaj, që është kështu dhe që të kemi. Tani, ky përbindësi romantik. Po. Çu e kanë thënë? Përbindësi romantik. Edhe përbindësi romantik. Nuk mund të ishte kjo që thot Malkol një nga mendjet më të iluminuara të kontinentit dhe të botës, sepse jo të botës. Po në Europë, në rrethet europiane. Po derisa ishte në Europë, po themi ishte edhe ata që janë në Europë ja dhe në botë. Jo se po si tigri me luanin me Napoleon Bonaparte. Jo se po të them një intervistë gjatë që ju ka dhënë 2 gazetarëve amerikanë në atë kohë do habitesh. I ka dhënë Po. E parë dëgjoj këtë. Po. Intervista?
Po intervistat e të gjatë, Cila gazetë? po duash të bie dhe tekstin. Patjetër me Të bie të gjithë fotokopjen e intervistës që është dhënë në 2 numra gazete të. rregulli është edhe Skënderbeu, që është figura më e madhe që nxjerr kombin shqiptar, ishte i tillë, po rreth e rrotull ti kishte edhe mendje të ndritura. Tani Ali Pasha Pelena kë kishte, se flasim për Ali Pasha, ore kishte të dytin, të tretin, të katrin, të pestin. Nuk do të them me fjalët e mia sepse gjithmonë ka, po e thot ai, do të them çfarë thon dokumentacionin. Do të marr njëri nga autor. Ka ardhur ka bërë dhe kujtimet e tij, është një mjek i iluminuar, mendje ndritur britanik, ka botuar dhe librin e tij, është i njohur libri i tij, është Henry Holland. Ishte mjek me profesion. Ardhi qëndroi rreth 1 muaj në territoret e. Ai thot në njerëzit që takova thot në oborrin Ali Pashës, thot stafit të tij, thot hasa thot njerëz thot kulturuar thot, në fushën e financave, në fushën e kësaj, por unë thot dallova thot si ndër mendjet më të ndritura të tij një këshilltarin e tij personal thot Haxhi Sheretin. Këtë I cili thot edhe për tjetër që njihnin këto gjuhë, bën këto gjuhë, ai ka marrë këto reforma, është i pari që hapi shkolla dhe në gjuhën greke. Ku studionin edhe këta me karakter laik dhe di çishin ata njerëzit që kishte mandar edhe Psalida. Është një nga figurat më të ndritura të formimit të shtetit grek dhe ministrat e parë. Koleti që u bë kryeministri i parë i Grekut, ka pasur ministër financa këtu. Po pse s'janë njerëz të mençur këta? Po s'ishte vetëm ky, mo kishte ata. Jo, se duhet të ishte produkti një po patjetër, ndryshe nuk mund funksiononte që ai ishin mençur dhe të tjerë. Jo, patjetër. Tani Aleksandr Dyma, edhe pse në formë letrare, atë Ali Pasha Pelena nxjerr pervers, pedofil, gay, do me 100 vese negative. Po i thot, po ç'është, pse i thot to ai? Të them, është vërtet? Ku i mori këto gjëra që shkruan ai? E di ka lexuar ai? Kë ka lexuar? E thot vetë ai. Unë thot vetëm lexova thot çfarë shkruante Pugvili. Pugvili. Ç'ishte Pugvili? Konsull. Nuk e paragjykoj ato që përmendet ti për homoseksualit të tëra, bile atje janë ngritur qytetarët e Janinës kanë bërë një demonstrim për para vilës ti për ta vrarë, sepse kanë kapur në akte homoseksualizmi. Pugvilin. Pugvilin? Konsull? Po do të bie, po duash edhe. Po dhe Dyma, shkrimtari ka marrë nga Pugvili. Vetëm nga Pugvili. Ai kishte armik Pugvili, Ali Pasha. Po. Sepse dështojnë operacionet e tija me Ali Pasha. Ata përgatitën terrenin për zbarkimin e forcave. Do të jeni duke thënë që Ali Pasha nuk i kishte këto cilësi? Po s'kishte, po se po të kishte do, po s'është, ju merrni për shembull këtë një roman. Dhe në roman ai për ta nxjerrë atë është e drejtë e tij ta bëj edhe kriminal, edhe ashtu që kishte gjëra të tilla, po s'ka monarki në Europë që mos ketë nga këto gjëra. Po s'ka, po patjetër. Po s'ka. Po marrëdhënia e Ali Pashës me Bajronin si ishte? Ai e takoi në 2 ditë, kush erdhi fillimisht në Janin, Bajroni ka ardhur së bashku me një mikun e tij të ngushtë, i cili për hir të së vërtetës ai ja bëri të njohur dhe ai e nxiti Bajronin për të ardhur. Ai është John Hophouse. Po, dhe ai e takoi. Ai ishte me kulturë shumë të madhe, 27 vjeç, mbarroni shkolla me kulturë të veçantë. Po Bajroni ishte. Edhe 25, ishin të dy aty, po. Dhe ai e nxiti Bajronin atë vemi në për të ardhur. Ali Pasha ishte bërë figurë e njohur tani, më kishte marrë për masa. Ishte shumë atraktiv për europian. Ishin shkruar, të bie artikujt gazetave të fotokopjuara që shkruan, nuk kishte javë thuhet, që mos kishte, unë kam disa nga ato artikujt e gazetave që të mos shkruaj për Ali Pashën. Po. Dhe ai e solli, Hophouse e solli. Hophouse ka botuar në 2 vëllime shënimet e udhëtimit me Bajronin në Shqipëri. Dhe Ali Pasha e priti Bajronin bashkë me Hophausin kur erdhi në Janin, se pastaj ata ndërmorën rrugën që shkuan Gjirokastër, Tepelen dhe pastaj u kthyen përsëri të shoqëruar nga një eskort që i dha me vete Ali Pasha. Tani ato gojët e liga thoshin që kishin një marrëdhënie intime me Bajronit me pa një orë brenda një nate jem 5 veta që jam darkë këtu dhe ikin ata. Këto janë ka përgjyrë. Foto tjetër